Samiti ndër-europian i Tiranës ishte padyshim një sukses shumë i rëndësishëm i qeverisë shqiptare, pa mbaruar ende së numëruari kutia e fundit e votave për zgjedhjet politike. Presidenti francez Macron, kryeministri britanik Starmer, kancelari gjerman Merz, kryeministre italiane Giorgia Meloni, kryetarja e Bashkimit Evropian Baronesha von der Leyen, presidenti turk Erdogan, kryeministri spanjoll Pedro Sanchez dhe shumë të tjerë preken me respekt tokën shqiptare. Zgjedhja e Tiranës ishte një sukses i madh imazhi për Shqipërinë dhe personalisht për kryeministrin e saj, Edi Rama. Por tema e këtij takimi, përtej mirësjelljes dhe elegancës, ishte mprehtë dhe mund të themi edhe shumë e nxehtë. Çfarë do të bëhet mëtej me Europën? Një Europë e re kërkohet, fatkeqësisht më e armatosur, madje e armatosur deri në dhëmb, në fillim të një epoke të re, gjeopolitike. Në emër të sigurisë dhe të paqes, të gjithë rënë dakord se duhen më shumë armë të gjeneratave të fundit vdekjeprurse dhe shumë të kushtueshme. Dukshëm, qeveria e kryeministrit britanik Starmer është sot më afër me Bashkimin Evropian dhe duket sikur Brexit, British exit from EU, është një kaluar gjithmonë më e largët, sepse politikat britanike në të gjitha fushat ekonomike dhe ushtarake kryesisht janë sot gjithmonë më afër Bashkimit Evropian dhe në koordinim me të. Takimi i Tiranës ishte në të vërtetë vazhdimi i një cikli takimesh të ideuara kryesisht nga presidenti francez Macron, por të mbështetura nga pothuajse të gjitha vendet kryesore themeluese të BE-s, me qëllim reagimin politik dhe ushtarak të koordinuar si një forcë vetme gjeopolitike, sepse lufta 3 vjeçare Rusi-Ukrainë perceptohet gjithmonë më shumë si një strategji ruso-kineze për të krijuar një rend të ri botëror, që ka në epiqendër zbritjen nga froni të superfuqisë së SBA-ve. Ky ishte perceptimi ish presidentit amerikan Biden, që mbështeti në mënyrë të jashtëzakonshme rezistencën e Ukrainës dhe Zelenskit, duke mbrojtur Ukrainën. Në të vërtetë SBA mbronte rolin e saj si një superfuqi botërore udhëheqëse, ekuacion të cilin pasardhësi Donald Trump po përpiqet ta përmbys me një strategji të re alternative. Prishja e aleancës ruso-kineze përmes një flirtimi të veçuar Washington-Mosk në dëm të Pekinit. Ndonse kjo strategji është ende në proces, duket se lidhja ruso-kineze është më e fortë dhe më e motivuar se operacionet spektakolare dhe shpesh personale të presidentit Donald Trump dhe Bashkimi Evropian, duket se do të mbetet një aleat i pazëvendësueshëm i amerikanëve edhe kësaj radhe. Loja gjeopolitike që luhet është shumë e madhe dhe shumë e fortë. Prandaj dhe mesazhi kryesor nga samiti i Tiranës, në vazhdimsi me samitet pararendëse, është se duhet të rilind një Europë e fortë ushtarakisht. Jo më kot Gjermania, pas 80 vitesh, ndryshoi edhe kushtetutën e saj në lidhje me armatosjen intensive dhe shpërthimin e një industrie të luftës, ashtu si gjermanët ditë ta bëjnë. Në këtë ndërtim të ri gjeopolitik, vendoset e ardhmja politike, ekonomike dhe ushtarake e gjysmës së parë të këtij shekulli për Bashkimin Evropian, dhe ky tren bëri një pit stop në Tiranë. Bukur.